Dueli i radhës mes Serbisë dhe Shqipërisë, i vlefshëm për kualifikuesit e botrorit, është vlerësuar nga FIFA si një përballje me rrezikshmëri të lartë. Për këtë arsye, në mbledhjen e përbashkët mes Federatës Serbe të Futbollit, FIFA-s dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, është vendosur të merren masa të rrepta sigurie. Në një komunikat zyrtare të bërë së fundmi, Federata Serbe ka bërë të ditur se do të dërgojë 2 oficerë sigurie për ndeshjen në Leskovac, me qëllim garantimin e rendit dhe të mbrojtjes së pjesëmarrësve dhe tifozëve. Ky vendim shihet si një tregues i qartë të rëndësishëm dhe i seriozitetit të sfidës, e cila kërkon përkushtim maksimal nga të gjitha palët. Federata Serbe ka kujtuar gjithashtu edhe episodat e errëta të vitit 2014 në Beograd, ku sfida mes dy kombëtarëve u ndërprerë për shkak të incidenteve, ku Shqipëria fitoi në tavolinë, ndërkohë që Serbia u dënua me zbritje pikësh. Jemi duke ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme që kjo ndeshje të zhvillohen në frymë respekti dhe fair play, larg tensioneve të së shkuarës, thuhet në komunikatën për shtyp. Serbia synon që të shmajë çdo përsëritje të skenave nga kaluara, ndërkohë që sfida në Leskovac shihet si një provë jo vetëm sportive, por edhe pjekurisë së tifozëve dhe organizatorëve.